Mirë mbrëma, e rëndësishme të jetë natë dhe të kesh fikur dritën. Sonte do të dëgjoni një histori që ka ndodhur në një fshat të thellë malor. Një shtëpi e braktisur, një orë muri që ndalon çdo natë në orën 3:18. Dhe disa që nuk kthehen kurrë nga ajo shtëpi. Qëndro me mua dhe mos ndiz dritën. Shtëpia ndodhet në një kodër të mbuluar me pisha. Muret e saj ishin të njolla nga kohë të vjetra dhe rrugisët rreth saj ishin të mbuluara nga mjegulla që nuk largohej lehtë. Një çift i ri, Ana dhe Arti, u zhvendosën aty duke mos ditur asgjë për historinë e saj. Banorët e fshatit u kishin thënë: "Mos qëndroni brenda saj pas mesnate. Ajo shtëpi nuk është për njerëz të gjallë." Po normal çifti e mori si shaka dhe vazhdoi të qëndronte. Natën e parë gjithçka dukej normale, por pas disa orësh Ana filloi të dëgjonte hapa në shkallë. Ndërkohë që Arti po flinte nga dhoma tjetër. Kur shkuan të kontrollonin, dhoma ishte bosh dhe ora e murit tregonte 3:18. Të themi këtu që kjo orë ekzistonte në këtë shtëpi. Natë pas nate, gjërat u përkeqësuan. Dritarit hapshin vetë, drita fikshin pa arsye. Arti filloi të dëgjonte zëra që përshpërisnin emra të panjohur. Një mbrëmje, ai pa një figurë të bardhë, qëndronte në fund të korridorit, me fytyrë të paqartë dhe duar të përgjakura. Fytyrën e pa vetëm ai. Kur Ana u kthye, dhoma ishte bosh. Këtë ngjarje u regjistruan dhe nga kamerat e sigurisë që ta vendosën. Por në video, figura nuk shfaqej kurrë qartë, vetëm një hije e dridhshme që zhdukej sapo kamerat afroheshin. Kur çifti kërkoi të dinte historinë e shtëpisë, një plak i fshatit tregoi se aty kishte jetuar një mjek italian gjatë luftës së dytë botërore. Thuhej se ai kishte mbajtur të mbyllur në bodrumet e asaj shtëpie të sëmurë të plagosur për të bërë eksperimente mbi ta. Kur mësuan se çfarë ndodhte brenda asaj shtëpie, fshatarët të tmerruar e kishin mbyllur të gjallë në bodrum dhe ai kurrë nuk doli më. Disa besojnë se hijet e tij mjeku ende rrin brenda mureve, duke ruajtur orën e tij që ndalon çdo natë. Çifti, kur mësoi historinë e kësaj shtëpie, normal që u friksua shumë dhe vendosi të iki. Por, në mëngjesin e fundit, para se të largoheshin, Ana gjeti në pasqyrë një fjalë të shkruar me gisht dhe dukej se ishte shkruar me gjak: "Mos më lini përsëri vetëm." Kur hapën derën për të larguar, ora nuk lëvizte nga 3:18. Çifti u largua menjëherë dhe nuk u kthye kurrë më. Shtëpia qëndron ende sot e braktisur, por të gjithë ata që afrohen ndjejnë se dikush po ndjek hapat e tyre. Kjo ishte një histori e shtëpisë ku ora ndalon. Në errësirë, gjithmonë ka dikush që dëgjon. Dhe ndonjëherë dikush nuk largohet kurrë.